Për seancën sot, sa minuta kam e zgjatë, sepse po thuhet që kam e zgjatë shumë shkurt edhe kjo. Po duket që do të jetë shumë shkurt, se do të jetë i njëjti kandidat edhe qëndrimi i opozicës ka qenë që të ndrohet kandidati që t'i japim zgjidhje. Megjithatë kjo i takon shumicës tash, s'ka do të pronë. Big Berisha herën e kaluar ka thonë që ai e kishte votuar dhe fitore Pacollën edhe të tjerë për mos me ambulu problematika që i ka qeveria Kurti. A keni diskutuar në parti këto? Jo, nuk e kemi diskutuar, po megjithatë ne kemi thonë që jemi të gatshëm i dhon zgjidhje në rast se do të jenë dy emra të tjerë të majorancës. Po sido që të jetë i takon majorancës që të jepni zgjidhje. Se duket që kështu do të shkon deri në pafundësi, më mirë do të ishte më ulë me biseduar dhe me dhënë zgjidhje. Ne kemi thonë që edhe presidentja duhet me ftu, me biseduar dhe me gjetë një zgjidhje. Do të jeni të gatshëm që të shkoni në një takim nëse ftohet nga presidentja. Po tash kjo situatë çfarë është kriju, do të ishte shumë e udhës që presidentja t'i fton partitë parlamentare, aty të gjendet një zgjidhje dhe mbrana seancës t'i japet një drejtim për shkak se edhe kjo formë qysh po ndodh nuk është fort që i jep imazh të mirë edhe kuvendit. Shihet që gjithë deputetët janë depresion për shkak se nuk ka atmosferë pune. Edhe më mirë do të ishte më dhënë një drejtim se jo kështu në këtë formë çfarë po ndodh. Presidenca kanë thënë që nuk është kërkuar nga partitë politike. A mund të kërkoni ju si AK sa e keni në plan? Ne po e kërkojmë vazhdimisht edhe publikisht në çdo tavolinë ku jemi ose në çdo situatë çfarë ndodhemi në publik, po thonë që duhet i japim një drejtim. Edhe jemi për më dhënë drejtim për shkak se nuk shkohet deri në pavëndësi në këtë formë. Zoti Haradinaj, nëse ju fton lëvizja vetëvendosje në një takim, a do e pranoni si AK? Nuk është roli i lëvizjeve vetëvendosje për shkak se ka pas mundësinë dhe deri sot duket që nuk e kanë atë qëllim për me gjetë një zgjidhje, se nuk kanë ftu pothuajse asnjë subjekt parlamentar. Më herët ishte ftulë dhe kaja, por ju e keni pa që tendenca u konë nëpërmes minoriteteve jo serbe me bë këtë majorancë. Edhe siç duket nuk e kanë krijuar dhe tash janë në këtë formë çfarë janë. Edhe nominimi i Albolenës duket që nuk ka qenë shumë i qëllimshëm për me bë zgjidhje, por më shumë vetëm ad hoc sa për me hin këtë farë bllokade. A do të kërkoni ju sa i pranueshëm? Synë si opozitë dikush nuk I keni numrat për një kryetar të kuvendit, pas ata nuk jo caktojnë kë do ta propozoni ju si një kryetar të kuvendit. Prandaj po kërkojnë votën e juaj edhe për kryetar të kuvendit. Do shohim për shkak se në kryetar do të kenë të gjitha partitë parlamentare përjashtë aleancën, në kryetar kanë të gjitha partitë parlamentare. Dhe që I vjen që të gjithë kanë majorancë. A do të ishte sa I pranueshëm? Nëse veç të shohim tash, nuk po folim për emra, po jemi për mi zgjidhje. Sa më shpejt që është mund, shmes se është pa kuptim çfarë situate jemi.